Shkodra u elektrizua mbrëmjen e djeshme nga atmosfera unike e Motofest Shkodra 2026. Eventi që bashkoi qindra motorist, adhurues të rokut dhe vizitor nga vende të ndryshme në zemër të qytetit. Sheshi u kthye në një skenë të madhe feste me muzikë live, motor dhe atmosferë spektakolare që dominoi qytetin deri në orët e vona të natës. Të apasionuarit pas motorëve nga Shqipëria dhe vende të tjera të botës zgjodhën Shkodrën për të qenë pjesë e këtij festivali, duke e kthyer qytetin në një pikë takim të kulturës moto dhe rokut. Është një kënaqësi e madhe të udhëtosh me dy goma. Është një adrenalinë po, vetëm ai si e provon, vetëm ai e din. Pra, unë para se me hyp në motor, unë kam një trillë dhe trupit, kam emocion. Pra, është adrenalinë që ta jep motori, a kënaqësi e madhe. Është bukur për Shkodrën, për këtë motoristat se bashkohen, festojnë. Jena grupi Stilloins, jena Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Jena 160 anëtar. Mrekulli këtë man, mrekulli man. E kena prit këtë ditë, po atë vite. Shumë bukur, u kënaq me këtë. Unë dje jam bo pjesëtar i grupit taman, se kam kënë si fejum. Është rrijet një viti herë i thojnë prospekta. Gjys pjesëtarit. Me që jam bo pjesëtar taman. Kuwait, it's amazing actually. I didn't think that this is Shkodra, this is Albania. Very beautiful. I sent many videos to my friend. Even the Turkish people now, they ask me about the city. Yeah, it's more than perfect. I love it, yani. It's worth it. I drive 2 days to arrive here. 10 hours, but really it's worth it, yani. Kur të rritem në më bë motorist. Koncertet live ndezën natën e parë të festivalit, ndërsa performancat energjike dhe ritmet rock krijuan një atmosferë plot adrenalinë dhe emocione. Motofest Shkodra, i mbështetur nga Bashkia Shkodër, vijon edhe për 2 ditë me radhë me parada motorësh, motoshow dhe koncerte, që pritet të sjellin edhe më shumë pjesëmarrës dhe vizitor në qytet.